Mos më bëjt flas për prokurorinë, sepse sinqerisht domethënë për ata njerëz që mendojnë sot se shpëtimi i këtij vendi është SPAK-u, prisni dhe do ta kuptoni. Okej. Një tjetër çështje ku dua të ndalem bëhet pikërisht fjalë për lirimin nga burgu tashmë të ish prokurorit të Vlorës Aurel Zarka dhe vendimi i gjykatës apelit i cili e liroi sot. Të lutem regjia, kalojmë me signën dhe ta diskutojmë çfarë ka ndodhur. Ish prokurori i Vlorës Aurel Zarka u dënua në kuadër të dosjes Toyota Yaris, i akuzuar për ndikim të palishëm dhe korrupsion. Fillimisht e dënoi gjykata me 4 vite burg dhe për shkak të pranoi gjykim të shkurtuar u dënua me 2.8 vite burg dhe në kuadër të 2 viteve u arrestua diku në maj të vitit 2024 dhe lirohet në maj të 2026, pra 2 vite edhe me afatet e paraburgimit që njihet një ditë e gjys u lirua. Tani është një procedurë krejt korrekte, si më shpjegon këtë avokat? Korrekte është nga ana procedurale, nuk është çfarë as televizës as është vepra penale për cilën u akuzua të tillë ka marrëzhin. Tani a do duhet të akuzohesh me një vepër penale tjetër apo jo? Kjo ka qenë në tagrin e SPAK-ut. Mos ngatrohemi kot, sepse ta kam shprehur këtu për analogji të gjës. Ish deputeti i Partisë Socialiste Jurgis Qybja u akuzua për 3 vepra penale, jo për një, për 3 vepra penale, pra SPAK-u shkoi në gjykat për 3 vepra penale dhe po ky SPAK për 3 vepra penale kërkoi vetëm 3 vite burg. Pra dhe për shumatoren e njërit, po dhe u rrëzuan 2 ka mbështimin gjykata, ja rrëzoi 2 nuk ka rëndësi, po ti nuk shkon, domethënë për 3, ti thua 1 atëherësh. Pse thua 3 dhe kërkon 3 vite? Thuaj 3 dhe kërkoj 9 vite burg ose 10. Nëse janë po themi nga 3. Nëse janë 10. Dhe pastaj ty mund të të bien si thua ti, mund të të bien edhe të 3 amok. Mund të bien 2, mund të bien 1. Por ti nuk shkon për 3 vepra penale dhe kërkon 3 vite burg. Se s'ka është nonsens juridik. Dhe në rastin e Toyota Yarisit, po të them, unë nuk di se çfarë akuzash të reja mund t'i kishin shtuar apo paksuar subjektin në fjalë prokurorit. Por për këtë vepër penale për cilën u akuzua, me drejtën e Zotit ka kërkuar gjykim në shkurtuar, sepse është anë procedurale që gjithkush e ka në dorë për ta bërë një gjë të tillë, ka bërë 2.8 vite të burg që 4 vjet u dënua, me gjykim të shkurtuar 2.8, bëri afatet e paraburgimit se ne kemi 1.5 si rrallë në Europë, se shumica e vendeve nuk i kanë nuk kanë në këtë raport. Pra, një 1.5, një ditë burg 1.5 një. Po thuaj se bota mbar ose Europa më mirë aty ku duam të shkojmë ne ka 1 me 1, sepse tentohet gjithmonë Andi që njerëzit të mos shkojnë në paraburgim, po të shkojnë në dënim. Pra ne kemi akoma metodologjinë veriste, të fusim brenda, pastaj të rregullojmë dosjen. Okej. Kjo është historia jonë, pra dhe kemi ngel te 1.5 dhe çfarë ndodh, domethënë në pjesën më të madhe. Kur personi në fjalë ngel brenda në paraburgim, atëherë tentohet, unë si avokat për shembull tentoj me gjitha mënyrat me klientin tim që ta mbaj sa më shumë masën e paraburgimit, me qëllim që të përfitoj nga dënimi me cilën do jepet. Kjo nuk është normale, është procedurale dhe njëherë nuk po shkelet ligji këtu. Jo, kështu thot ligji. Kështu thot ligji, por nuk është normale. Pse nuk është normale? Sepse ti më zotëri nderuar, do duhet të bësh dënimin ose burgun e prezumuar për dënimin që t'i jep gjykata, jo për atë që ka menduar ti se mund të marrësh. E qartë. Nëse ti dënohesh, rasti më tipik është Sajmir Tahiri. U hetua gjatë gjithë kohës në gjendje të lirë, me masë detyrim paraqitje, kur mori vendimin e formës së prerë nga gjykata e apelit, fati bëri burgun në Fier ku e bëri. Ta thuash ti dikush do të po atë e dënuan pak. Pak shumë. A që dënua? A që dënua. Ta bënte prokuroria që të dënoheshe për grup të strukturar kriminal, jo për shpërdorim detyre. E për shumë vepra të tjera. Pra, këtu jemi. Dhe në rastin konkret me zotin Zarka, nuk ka as çfarë të shtosh, as çfarë. Këtu mund të kritikosh vetëm mënyrën e hetimit nga ana e prokurorisë, po jo vendimin që ka marrë gjykata, sepse gjykata një vendim bazë të veprës penale që ti po kërkon do kërkuar ditët zotëria në burg. Tani çfarë më shqetëson mua në gjithë këtë histori që dua ta kuptojmë së bashku dhe me avokatin, nuk dua të ndalem fare tek emri i prokurorit. Pra,
çështja nuk rrotullohet rreth tij, por për të kuptuar në tërësinë e emrave të mëdhenj, pasi të qenurit një prokuror sigurisht mbart në opinionin publik, por sigurisht dhe në jetën sociale dhe administrative të vendit një peshë shumë të madhe, prokuror që të pakti kemi në Republikën e Shqipërisë. Dhe duhet të ndalem sigurisht dhe të zyrtarët në tërësinë, që çfarë kemi parë deri tani, janë disa dënime që po t'i shohim disa emra, si Lefter Koka, si Alqi Bllako, si Vajgjush Dako, disa të akuzuar të tjerë për sa i përket dosjes 5D në Bashkinë e Tiranës, e të tjerë me radhë, duke sikur ja kanë hedhur pak shpejt kësaj historie, sikur nuk kanë marrë atë dënimin. Ky është perceptim që ka mund tani avokat? Jo, s'është perceptim. Nuk jam gabim që e them këtë? Jo, nuk jam as pak gabim, ke vetëm një gjë që do duhet ta ma korrigjon nëse ka thënë diçka keq. Jo, korrigjimi është këtu që tek ana procedurale e dënimit jenë rregull. Okej, sepse duket domosdoshmë sikur këta nuk ka marrë atë për të cilën neve si popull u kemi bërë gjyqin popullor. Sepse prandaj po them edhe një herë tjetër, unë kam ngul shumë tek ideja që kur ti shkon për një vepër penale, pavarësisht personit në fjalë që është njeri publik, ne ja bëjmë gjyqin përpara se ai të shkojë atje. Makar dhe Erion Veliet, siç po ja bëj unë këtu. Ai për zumon ti pa fajshëm. Po pra, është e gabuar, po ti nuk qose më pyet 10 herë vetëm për Erion Veliet, se ty të bën feedback, unë për të do flas, nuk do flas për Qerimin apo Hysenin. Okej? Dhe unë për këtë qase që ti zgjedh vetë, pastaj do të flas, unë pyes 20 herë ty, por po sigurisht, unë shkoj vite andi Erion Veliaj, shkoj tek tjetri Erion Veliaj, pra sepse ai është po pra po nuk prat fakirin atje nuk e pyes njeriu prandaj, po them edhe një herë tjetër. Kjo ç'është që tërheq për ju. Nuk po të bëj kritikë, po të them se e qartë. Qasja ime në raport me këta të cilët kanë qenë funksionarë të lartë edhe kanë menaxhuar parat publike, qëndron tek fakti që asnjërit prej këtyre nuk u është konfiskuar pasuria. Mua nuk më interesojnë ditët e burgut që bëjnë këta zotrin. Fare. Për mua Erion Veliet dalin sot rrugët e Tiranës për kokër qefit, bëj punën e tij si kryebashkiak se e kanë zgjidhur qytetarët, por ama në qoftë se ndaj tia ka kaq shumë vepra penale dhe ka kërkesë penale, atij i duhet të ishte sekuestruar pasuria dhe pastaj me vendim gjykate konfiskimi pasi të merrte dënimin në raport me të. Duke i dalur tek e njëjta gjë, po të them, edhe për ata të cilët janë dënuar, Alqi Bllako, Lefter Koka, apo gjithkush tjetër, të cilët janë dënuar me të drejtë apo pa drejtë, dhe një tjetër, drejtësinë e tyre ata ta gjejnë ku të duan ata, deri në Strasburg ku do duash ti, ta gjejnë. Por ajo të cilën do duhet të përfitojë qytetari shqiptar, janë paratë që ti konfiskon ndaj këtyre. Nuk është koha që ata kalojnë në burgim. Dhe ajo është një e rëndësishme, se nuk mund të shkojë njeriu, domethënë të bëjë xhiro tek Kavalishenca dhe pastaj të vinë në Tiranë. Le ta bëjnë xhiron në Shënkoll ata më burr. Çe si çon njëri në Shënkoll këta? Le të shkojnë aty në Shënkoll. Mund dhe nga burr të bëjmë gra. Afër vend banim. Jo, më jo, kështu është, më pse çuditësh më burr? Jo, ma kanë ta kanë thënë këtu live që është kështu është. Ndodhin dhe përdhunime, Po, dhe nuk e kam thënë kot këtë. E kam thënë që të dëgjojnë ata që të shkojnë ta shikojnë se çfarë po ndodh në këto në burgjet shqiptare, më zotrin nderuar. Le të shkojmë aty ku Ilir Meta, të shkojnë të rinë dhe këta. Ka ajo ndërtesa e Hamid Dëzokut. Sa ai e ka bërë aty, që një italianit është ajo ndërtesa, e 313-s aty. Le të shkojnë. Pra ka një ndryshim midis. Po pse është e mundur më burrë ngritën stekën kaq shumë me pestën dhe ato trendelinat drejtoresha që s'pas kanë bërë asnjë gjë këto. Zero, asnjë gjë këto. Nuk mos u hyri një gjë në këmbë burr. Madje të bënin kashillek se ditën tjetër të dinë njëra ditë nga Maldivja, ditë nga Kazakistani, këta janë të paturpshëm. Po pse ndodh kjo andi? Kjo ndodh sepse atyre nuk është konfiskuar asgjë. Edhe një po them. Sekuestrim jo, që të paktën unë s'kam dëgjuar sekuestrim. Edhe një herë. Pastaj shkosh te konfiskimi. Edhe një herë, se nuk po kërkoj me domosdoshmëri që të bëj gjyqin. Përkundrazi. Fare. Por në qoftë se ti mua më thua që kjo zonja apo ky zotria dënohet me 7 muaj, 8 muaj, 10 muaj burg, sepse ka shpërdoruar detyrën, se shpërdorin detyrë kanë këta. Okej. Po shkelje barazisë në tendera, se do t'i marr të dyja këto. Shkelje barazisë në tendera. O vlla. Si ka shkel tenderin kjo burr? I hipi përsipër tenderit, çai bëri ti tenderit? Shkelja e barazisë në tender është barës me korrupsion, mor zotrin të nderuar. Se unë e shkela këtë mënyrën procedurale të bëri tenderit, se kam pasur një përfitim, se për çfarë shkela unë atë?
Çaj vura ka më lart. Për respekt. Për respekt. Po shpërdorim detyre thotë ai. Po si e shpërdorova detyrën më mik? Të shpërdori detyrën? Ka dy mënyra. Ori unë jam një në punës i paaft, totalisht i paaft, s'di të shkruaj shkrim me gëndim, prap nuk jam për atë punë, ose unë jam një në punës shejtan. Shikoj xhepin tim. Pra këto janë vepra penale të cilat duhen fshirë nga kodi penal më. Nuk mundesh ti të më thuash mua këta për shpërdorim detyre, shkelje parazite. Këta janë korrupsion o zotëri nderuar. Bën korrupsion, po nuk bën korrupsion. Nëse flasim dhe për korrupsion, pse mos shkojmë tek vjedhja e buxhetit shtetit? Tek vjedhja direkt mas kësaj. Jo gjithmonë shoqërohet me vjedhje nga aty, sepse korrupsioni mund të jetë ndryshe, në kuptimin e gjës, por çiko këtë vjedhja ka diçka. Vjedhja është një çik më e rëndë dhe me vështirë për të zbuluar, sepse vjedhja do me patjetër provën. Pra, vodha këtë gotën, e kapa unë ta vjedh këtë gotën. Korrupsioni është pak më i lehtë për të zbuluar. Si? Korrupsioni do të thotë një transakcion bankar që ti e ke çuar nga një vend në një vend tjetër dhe domethënë linja e drejtimit të përket ty. Jo domosdoshmërisht ti arrin ti gjesh atë transaksionin bankar, para që ka ngelur fundore aty, por ti realizon provën, indicjen e provës në lidhje me transakcionin e kryer. Pra, në qoftë se ne thoshim domethënë me skajet e cën dhe me encrochatin që grupet kriminale flisin me njëri tjetrin, do vrasin këtë apo do vrasin atë, ti ke arritur të gjesh vetëm këtë pikë. Vetëm këtë. Por jo ama provën faktike të bërit gjës. Pra nëse unë flas me ty dhe them neve do i bie me grushta Kelit pasi të mbaroj emisioni, kjo ngelet në raportin e fjalëve. Në qoftë e faktojmë, atëherë dënohemi për atë që bëjmë. E qartë. Kemi edhe një ndryshim mase tjetër, dhe bëhet fjalë pikërisht për ish drejtoreshën e Agjencisë Shtetërore, pra Akshit, shoqërisë e informacionit këtu në Shqipëri, për cilën gjykata e lartë vendosi të zëvendësoj masën e arrestit në shtëpi me detyrim paraqitje. Por ndërkohë sigurisht SPAK-u ka vendosur, le të themi, është miratuar dhe kërkesa për mosdaljen e saj jashtë shtetit, pra ai është sekuestruar pasaporta, i themi ndryshe. Si e lexoni ju këtë, avokat? Vendimi i drejtë? Ndërkohë që ne çdo vendim është i drejtë se është dhënë nga një gjykatë. Okej, pra do duhet të respektuar. Çdo mend, çdo nga një gjykatë të pëlqen apo të pëlqen. Po sigurisht, për atë punë jemi këtu. Tani e para një unë nuk e di një ku do rri kjo zonja Kaçanaj, sepse kjo ishte me qira. Dhe mos ja kanë marrë shtëpinë me qira, nuk e di domethënë ku e ka vendosur atë adresën. Se kjo është për Qallin, edhe Ilir Meta po duhet ti është për Qallin, se ai s'ka shtëpi. Rezulton i pa shtëpi. Po në hotel kanë ditur. Në një hotel kanë ditur. Është problem i madh ky. Nuk e di, inshallah do Zoti i hap në dhomë Edi Rama dhe meqense ishte ai që e mbrojti me istikam. Inshallah jam. Kjo është për pjesën domethënë, le të themi gazetareske, po edhe Okej, ka një nuancë, le të themi sarkazme brenda. Sa i përket vendimit, pas atij vendimi unifikues, kjo është gjëja më normale në botë. Kjo është gjëja më normale në botë. Por atëherë ka një gjë, vendimi unifikues flet për masën e arrestit me burg, nuk flet për masën e arrestit në shtëpi. Të gjitha masat. Të gjitha, vendimi unifikues është për të gjitha masat, nuk është vetëm për një masë. Ai flet për arrestin me burg dhe thotë duhet të arsyetohet më mirë, por flet edhe për gjitha masat, edhe për çdo masë tjetër. Masat e sigurimit personal fillojnë nga mosdalja në një vend nga jashtë shtetit, mosqëndrimi në një vend të caktuar, detyrimi i paraqitjes, garancia pasurore, arrest shtëpie, arrest me burg. Masa më ekstreme. Nëse ti për shembull do ndalesh si prokuror ose si gjykat te detyrim paraqitje, atëherë ti do duhet me këtë vendim që ka dalë, të arsyetosh përse të duhet ky detyrim paraqitje dhe nuk të mjafton ty fakti domethënë hetim në gjendje të lirë ose ndalimi i pasaportës. Okej. Pra duhet ta justifikojnë këto të dyja përpara se të japin këtë vendim. Ose nëse ti jep arrest shtëpie, gjykata me vendimin që ka dalë të thotë zotërit prokurorit dhe gjyqtarit, në rastin konkret, shqyqyna e ka heq neve barën, se gjithë barën a binte ne avokatëve më. Për të bërë të arsyetim? Po do të shpiknim neve, të çonim domethënë për Andi Borën që është burri mirë, nuk është ka marrë probleme të tilla. Domethënë
Se çfarë ishte cytje kjo për ta bërë nga ana e avokatëve, unë nuk e kuptoj, sepse se çonin ne subjektin përpara ligjit, e çonte prokurori. Do të kërkonte prokurori. Po sigurisht prokurori duhet ta japin le të themi ADN-n sa i rrezikshëm apo i pa rrezikshëm jeti. E qartë. Dhe tani me këtë vendim është detyruar ta bëj prokurori këtë gjë. Po shoqëria pas kanë bërë. Po pra prandaj po ta them unë nga ana procedurale, vendimi unifikues ishte në rregull parimisht, sepse në një mënyrë apo në një tjetër, me të thatë përfitonte dhe i njomi. Problemi është domethënë që këtu ka shumë të njohur vëlla që përfitojnë nga kjo histori. Dhe këta të njohur janë me ata që përshojnë shumë në terrenin shqiptar. Pra nuk u bë për këta të thatët. U bë për zyrtarët publik po thua. Pik, mare. Dhe në rastin konkret, vendimi unifikues, unë ta thash takton që ditën e parë ka dalë. Edhe para se ditës se dia se çfarë do dilte në një mënyrë apo në një tjetër. Vendimi unifikues është bërë për këtë arsye, është vendimi i drejtë. Është vendimi i drejtë për ata hallëxhin që rrin para burgim më kot. Po vjen një kohë kur i vjen në Vjen një kohë ku i vjen në kohë zyrtarëve publik. Dhe prap gjykata e ka ta akrin për ta refuzuar një ulje mase apo jo. Pse? Sepse duhet në të gjitha rastet gjithsesi metri i veprës penale. Çfarë do të thotë kjo metri i veprës penale? Që do të thotë që një vepër penale e cila dënohet 10, 15, 20 vite burg, po nuk mund të ti ta marrësh dhe ti thuash atë personin në fjalë shiko. Dhe ti pse ke kaq shumë ngarkesë penale, ti do jetosh në gjendje të lirë. Se s'ka kuptim. Qofse ti ke bër tas arkën e shtetit, si mund ta lësh gjendje të lirë atë? Nuk ka logjik. Më kuptove se çfarë do? Shumë e qartë. Pra, në qofse ti për shemb po ta them kot, ke dy në shtetësi. Ke në shtetësi shqiptare ke dhe një pasaportë angleze. Po këtë ti nuk mund ta lesh këtë detyrim paraqitje, sa i çanferrën ikën. E ka thjesht atje duhet i ndalosh me patjetër pasaportën. Pra ju po më thoni që në rastin e zonjës Karçanit, duke qenë se ka një ngarkesë të rëndë veprash penale që ka dhe grup të strukturuar brenda, për mendimin tim, nuk do duhet të ishte detyrim paraqitje. Nuk do duhet të ishte detyrim paraqitje. Masën që kishte, arrest shtëpie. Atë masë që kishte, nuk isha për me arrest me burgë, po ta them. Jo, po mirë, edhe për shkak tjetër. Nuk jam për arresti me burgë, për mua është faku realisht i ka ruajtur zonja atë për të qenë korrekt. Në ç'kuptim ka këtë? Arrest me burg nuk para kam dëgjuar. Ka pasur zonja të akuzuara shumë të zyrtare dhe. E di që Spaku ka vetëm 15-20% të veprave penale në gjithë Shqipërinë? Po ti e di që ka pas. Pjesë më të madhe kanë ata, më se neve themi Spaku, ne themi ujku çakalli bën kërdinane. Ka pasur goxha zonja që janë akuzuar nga Spaku. Dakor, por qenë sinqert. Po mi më dakord tani unë po, unë nuk jam për arrestin me burg. Rregull. Çfarë të them tani? Nuk jam për arrestin, po ama jo ta lëshosh dorën në këtë lloj farfeje po të ndonjëherë tjetër. Zonja arrest shtëpie e ka pas krejt normale arrestin e shtëpisë, fund ditës. Është aksesueshme ndjes gjykata e lartë nga ndikimet politike. Këtu nuk ka njeri që nuk bëhet politiko burr. Ty kur të bëhet gjykata kushtetuese, që është ajka e gjyqësorit, ajka më. Një herë ka pasur mundësinë gjykata kushtetuese për të dhënë një vendim unikal botëror, te rasti i Belinda Ballukut, e bën 4-4, e bën çorap. Më mirë ta kishin lënë kundër opinionit publik dhe prokuror-ministrit se sa e lanë ashtu 4-4. Se duhet dal tani në një temë tjetër. Por ja pra është okay për ta kuptuar. Kjo është në pak fjalë historia. Sigurisht me gjykata e lartë, në një mënyrë apo në një tjetër prezumon se edhe ajo ka gjyqtar, domethënë, të cilët i kanë kaluar filtrat e gjykatave të para, të apelit dhe janë atje për shkak domethënë të profesionalizmit që kanë, sepse unë nuk mund të them domethënë që ata nuk janë gjyqtarë të mirë. Sigurisht janë gjyqtarë shumë të mirë. Janë të mirë, po jo se janë të pandikueshëm. Sigurisht janë ndikueshëm. Dhe këta kanë ndryshimin se ndikohen vetëm nga politika. S'mund të ndikohen nga të qytetarët, nuk i arrin dot qytetarët ata. E qartë. Mirë avokat, ne kemi edhe një çështje të fundit që nuk dua ta diskutojmë së bashku. Dhe bëhet fjalë pikërisht për një raport të vitit 2025 të prokurorisë së përgjithshme, i cili thot dhe tregon ngarkesën që kanë le të themi prokurorët me çështjet. Dhe unë dua të kuptoj sonte me avokat Leonard Karajn sa ngarkuar është prokuroria ose prokurorët këtu në Shqipëri, sa e lehtë është që tetohet një çështje të shkojë për gjykim dhe të tjera me radhë, sepse dua që t'i vim në ndihmë qytetarëve shqiptar të kuptojnë se çfarë drejtësie kanë përballë. Sigla regjia. Tani çfarë ka ndodhur? Unë do shfaq një grafik këtu, edhe banis tek çështja e hetimit
Për sa i përket përgjimeve, gjatë vitit 2025 është përdorur përgjimi i komunikimeve elektronike nga prokurorët në fazën e hetimeve paraprak avokatëve thotë si mjet për sigurimin e provës në 356 procedime penale, pranë 356 dosje. Është realizuar përgjimi për 1771 pajisje fundore në përdorim të 1642 subjekteve, ndaj të cilëve ishte lejuar përgjimi.